Por edhe nesër Partizani Vllaznia, një sfidë besoj shumë interesante, por edhe shumë e rëndësishme për skuadrën shkodrane. Po, normal, është një ndeshje shumë e rëndësishme për ne. Po ne jena të motivuar edhe synimi jon janë vetëm 3 pikë edhe të vazhdojmë këtë ecurit pozitive që kena. Kjo ndërprerje e kampionatit ka shërbyer për mirë për ekipin e Vllaznisë apo ndoshta erdhi momenti i dur sepse skuadra po kalon në formë mirë? Po, e vërtet që ishim në formë të mirë, po na ka nimu sepse kena pas do kohë me pushu pak, po jena stërvit mirë, krejt janë formë, janë tu kthyer edhe lojtarë të rëndësishme për rendimit, edhe jena përgatit shumë mirë edhe jena gati për ndeshjen me Partizanin nesër. Nga ana personale, ju jeni okej, i plot, për të dhënë më të mirë fushën e lojës nga ana fizike? Unë jam krejt në rregull, i ndihem mirë, stërvitet po shkojnë mirë, edhe jam gati për lojën nesër, si janë krejt lojtarët të ekipit. Sepse kam parasysh një prononcim të Rudi Vatës, një emrinjor i futbollit shqiptar, i cili pikërisht për ju kishte shumë simpati, por theksonte se nuk e shikoi Moratin e përpara një muaji, ka pak probleme. Po normal që dëmtimi bën veten, po kam me stërvitje që bëjmë, kam pas mundësi me kap ritmin që kam pas në fillim të kampionatit. Edhe ndihem mirë edhe jam gati për ndeshjen nesër, si thash janë krejt lojtarët janë gati fizikisht edhe mentalisht me marrë vetëm 3 pikë nesër edhe të vazhdojmë. Çfarë kundërshtari është për ju Partizani? Partizani normal që është një ekip i mirë me shumë cilësi, po më duket duhet me pa veten më shumë edhe po jena krejt motivuar si që jena gjithmonë se nuk e shoh problem me marrë 3 pikë. Edon pak muaj në Shqipëri në kampionatin shqiptar. Një mendim për nivelin e kampionatit. Mendoni që ka rivalitet dhe është një kampionat i fortë? Normal, më pëlqen shumë kampionati sepse janë s'ka si ekip të lehtë, si më thon, krejt janë ekipe të mira me cilësi edhe për çdo javë janë ndeshje të vështira, po kjo më pëlqen sepse ka rivalitet edhe çdo ndeshje është e fortë. Edon sa peshohet mungesat në stafin drejtues nesër? Po normal që na mungon mungesa e trajnerit sepse kjo na motivon për çdo ndeshje, na motivon edhe po prap jena të motivuar krejt, e dim që mungesa e trajnerit ka me na bu pak dam, po jena gati me fitu këtë ndeshje edhe me marrë 3 pikë. Cila është këshilla e tij për këtë sfidë? Këshilla e tij si gjithmonë është me fitu, me dhanë maksimumin edhe me vazhdu. Nga kontingjenti i lojtarëve do të ketë mungesa nesër? Se besoj, krejt janë gati për me lujt nesër edhe jena të kompletu. Do të rikthehet dhe Bismarck? Bismarcku atu stërvit mirë, po e gjen formën e vet, edhe e presim edhe Bismarckun nesër t'jetë gati. Vllaznia e parë në renditje, por kë mendoni që janë rivalet kryesor të skuadrës shkodrane në këtë kampionat? Po si thash pars, krejt janë ekipe të forta, rivalet, s'di që me thonë, janë ekipe shumë të forta në kampionat edhe çdo ndeshje është e vështirë. Sa i përket trajnerit, Ergin Borshi ka treguar se ka forca dhe ka njohuri ta drejtojë me sukses skuadrën dhe ka pasur shanse edhe me Borshin skuadrën. Po trajneri Borshi është i trajner me shumë i mirë, që din çfarë stili të lojë kena edhe na motivon edhe trajneri Borshi, edhe jena gati si për trajnerin, si për Prof Edin edhe për Borshin t'japim 100% edhe për tifos Shkodran t'japim 100% edhe të fitojmë. Si po e përjetoni këtë eksperiencë parë tek Vllaznia? Jeni kënaqur me pritjen dhe me ambientin që keni gjetur? Shumë i kënaqem sepse djemtë më kanë mirëprit shumë mirë edhe i falenderoj. Jam ndje shumë rahat që në fillim edhe jam ndje shumë mirë që në fillim. Si në qytet këtu në Shkodër që më pëlqen edhe me ekipin, edhe me tifos të krejt. E shih Vllaznin si një trampolin ndoshta për një emër më të madh jashtë Shqipërisë në të ardhmen? Po për momentin unë jam i fokusuar me Vllaznin, t'jap 100% për këtë klub të bukur edhe jam me menje vetëm këtu te Vllaznia.
Vllaznia ka pasur vërtemisht tifozët me veten në çdo stadium jashtë Shkodrës. Edhe nesër pritet një tifozëri e zjarrt shkodrane. Sa vlerësoni mbështetjen e tyre? Po tifozat janë një mbështetje shumë të madhe për ne, na motivojnë, na japin këtë shtesë me vrapu edhe më shumë, me ndihmu ekipin më shumë. Edhe e di që kam me pas shumë tifoza nesër, edhe jena gati për me dhënë maksimum për të tifozat që kena. Dhe i bindur që Vllaznia kthehet në fitore nga Tirana? Po ne do japim maksimumin, edhe besoj që kur japim maksimumin është e vështirë me na ra, edhe besoj besoj që do fitojmë nesër. Vetëm 3 pikë janë të rëndësishme nesër, edhe të vazhdojnë. Para konferencës jashtë kamerave sigur premtuat edhe një gol, e kishit dëshirë të shënoni në stadiumin Arena Dema në Universitet. Po dëshira është sigurisht, po më e rëndësishme është të fitojmë këtë ndeshje. S'ka problem kush e bën golin, veç ta fitojmë edhe të vazhdojmë. Faleminderit, të sukses. Faleminderit.